A është haram të ashtym martesën derisa të blem banesën që me jetu veç me burr? Parimisht unë jam kundër këtyne ideve që famna gruaja me jetu veç me burr. Pse veç me burr? Pse mos me jetu edhe me babën dhe nanën e burrit? Pse detyrimisht na duhet me nda sanët me vakt? Shtyrja martesës për këso sebepe nuk është arsyeshme, përveç nëse absolut s'kan ata asnjë dhomë ku ti me najt me burrin tanë. Ajo mesele tjetër. Përderisa ata kanë një shtëpi, një dhomë ku ti mund me najt, shka, martohu. Martohu një rahatoni, bani fëmijë, stabilizoj veten, le banesa që banesa. Nuk është arsye kjo me vonu martesën. Në islam martesa do të më kryjt sa ma shpejt. E banesën patë mundësi me ble, me mirë kuptim të familjes e tjerë në rregull s'mujtë, e ki dhomën tane. Pastaj, çka është ky trend që na detyrimisht duhet me dalë banesë me burrin? Pse? Pse detyrimisht? Unë jam kundër kësaj. Na jemi një shoqëri shqiptare e cila i kemi respektu vjerrit, kemi respektu familjet e mëdhaja, në rregull me kunet, me kunat, me vllat burrit e kam fjalën, me grune vllat burrit, mund të mos me gjetë vetën, edhe jam pa mirë për munda se cilin shpinë e vetë. Ama me sidomos nësa një djalë, me marë burrin, e me lanë babën e nanën, ose veç nanën, ose veç babën, me dalën për banesë, unë jam kundër kësaj. Une jam me shkollën e moqme të popullit tonë shqiptar. Shkollën e moqme, me hekë diçka që s'ka pas as logjik, s'ka pas as fe në ato traditat bodallakume, por diçka që ka qenë e mirë, me majtë. Na po shkatrohemi për qëta fëmijët tanë, për qëta djemë, edhe mu qu pastaj një vajzë, veç pse më thonë, ka arrit me bind djalin tem, me nxerr banesa, me mlan, me gishta ngoj, mu në pleqnin time, kur kam nevojë mas shumë të për ta, nuk është kjo në rregull. Nuk është në rregull.